Qeleshi Sejgjin, jam pjesëtare e koqerëve të festivalit, mirë se të vini në festivalin nesër, të premte të shtunaj të tjetë. See you! Mirë mbrëma, Klodi Melga, njëri prej vullnetarëve të festivalit shqiptar, jeni të mirëpritur të gjithë. Ja kalofshi bukur. Faleminderit, ju mirëpresim. Andrea, i sati festival? Po, ky festivale s'mbahet më që në 2001, nga 2001. Do vazhdosh këtë vit me DJ? Po patjetër, pse jo? Ka ndonjë surprizë? Surprizë? I lëm për më vonë surpriza. Përshëndetje, Adelaida Tego, pjesë e marketing team këtu tek Festivali Shqiptar në Worcester, Massachusetts. Kemi pasur mbi 100 sponsora dhe i falenderojmë për supportin dhe i ftojmë të marrin pjesë këtu tek Festivali Shqiptar. Unë quhem Elios Mako dhe këtë vit kam qenë në committee, në board për festivalin dhe jam in charge of entertainment. Neve mundohem që të krijojmë një atmosferë me muzikë shqiptare, me tradita shqiptare, me muzikë, me këngë, me valle dhe shpresoj që të gjithë që do vinë të bëjnë qef. Ka ndonjë surprizë nga këngëtarët ose? Kemi surprizë këngëtar, David Gjerau do jetë me neve. Këtu që të këndoj edhe ta tundi unë çik. Kemi më shumë se çdo vit tjetër. Kemi pothuajse 60 fëmijë në grupin e madh edhe në grupin e vogël. Shoh që keni tërhequr më shumë djem këtë radhë. Më në fund po kërcejmë me të dyja këmbët. Se deri tash po kërcejmë vetëm me një këmbë. Edhe të lutë na rojnë prindrit, baballarët që na i sjellin. Lorik Rexhepi. Cila valle të pëlqen më shumë? Osman Tat. Emrin? Steven Ducker. Cila valle të pëlqen më shumë?